Nuk ju zë gjumi, pini një gotë nga ky çaj dhe do flini si qingj. Ka raste që për shkak të stresit dhe lodhjes së ditës, kur bijem të flem, nuk na zë gjumi. Në rastin e të rriturve rekomandohet që ata të flenë 7 deri në 9 orë rresht, që trupi dhe mendja të jenë gati për ditën pasardhëse. Sidoqoftë, në qoftë se ju keni probleme të bini në gjumë, duhet të dini që për fat të mirë ekziston një zgjidhje natyrale që mendja dhe trupi jon të jenë gati për ditën pasardhëse. Sipas ekspertëve, stresi i përditshëm ka një ndikim në orët dhe në cilësinë e gjumit që ne bëjmë. Nga ana tjetër, pagjumësia mundet që të shkaktojë probleme serioze në shëndet. Ata të cilët kanë probleme me pagjumësinë mund të provojnë çajin me banane të zira. Bananet së bashku me lëkurën e tyre janë të larta në magnez dhe në kalium. Magnezi është jashtëzakonisht i dobishëm në rastin e çrregullimeve të gjumit dhe siguron qetësi. Siguroni që ju të përdorni 100% banane organike, të cilat janë të pastra nga kimikatet dhe pesticidet. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë një banane organike, një tenxhere të vogël me ujë dhe një shkop kanellë. Përgatitja: së pari priteni skajet e bananes, zhvisheni atë dhe vendoseni në një tenxhere me ujë të vluar së bashku me lëvoshgën. Ndërkohë, lëreni të vlojë për 10 minuta dhe pastaj kalojeni në kulles, shtoni pak kanellë dhe pijeni atë përpara se të shkoni për të fjetur. Frutin e mbetur mund ta përdorni edhe për të përgatitur një ëmbëlsirë tepër të shijshme. Çaji me banane është një mënyrë shumë e mirë për të trajtuar problemet e gjumit. Ajo është plotësisht natyrale dhe e sigurt, por njëkohësisht edhe e dobishme. Mirë po ekzistojnë edhe disa pije të cilat do t'ju ndihmojnë ju të bëni një gjumë më të lehtë. Si për shembull qumshti i ngrohtë. Qumshti i ngrohtë është një nga opsionet më të mira për të nxitur një gjumë të thellë dhe komod. Ndërkohë, ai përmban triptofan, i cili rrit serotoninën në tru, një substancë e cila na jep ndjenja lumturie dhe mirëqenieje. Hormoni melatonin prodhohet më shumë në këto kushte dhe kjo është thelbësore, pasi është e aftë që të zgjojë gjumë edhe për atë i cili vuan nga pagjumësia kronike. Çaji mentes. Çaji mentes lehtëson dhimbjet e stomakut për shkak të vetive të tij antiinflamatore. Duke çliruar muskujt, mentja gjithashtu zvogëlon intensitetin e tyre duke i lejuar trupit tuaj të pushojë siç duhet. Nëse jeni duke u përgatitur për një provim ose një prezantim të rëndësishëm që ju mban nën stres, ky çaj është një opsion i shkëlqyer për të marrë parasysh. Lëngu i qershisë. Lëngu i qershisë, ashtu si qumshti, përmban triptofan, prandaj ai mundet që të prodhojë hormonin melatonin. Sipas ekspertëve, ai përmirëson cilësinë tuaj të gjumit. Ky lëng është testuar në qindra studime për të trajtuar pagjumësinë dhe është provuar që të jetë një nga opsionet më efektive për ta luftuar atë, duke siguruar më shumë orë pushim gjatë natës. Qumësht kokosi. Sipas ekspertëve, qumshti i arrës së kokosit përmban magnez dhe kalium, dy minerale të cilat janë të afta që të relaksojnë muskujt dhe të sigurojnë një gjumë më të mirë. Përveç kësaj, zvogëlon edhe presionin e gjakut dhe ëndjen në veshka. Falësisë së madhe të elektroliteve natyrore e ndihmon trupin të ekuilibrohet dhe njëkohësisht të relaksohet. Smoothie bananeje me qumësht bajame. Sipas informacioneve, bananet përmbajnë triptofan, përveç dy mineraleve kryesore për relaksimin e muskujve, kalium dhe magnez. Fruti ka një efekt qetësues i cili funksionon
në mënyrë integrale dhe njëkohësisht të zvogëlon stresin fizik. Gjithashtu, sasia e saj e fibrave dhe e karbohidrateve e mbush stomakun dhe çon në një ndjenjë të ngopjes e cila gjithashtu rrit dëshirën për të fjetur. Çaj jeshil. Sipas ekspertëve është i pasur me antioksidantë dhe një pije për të marrë parasysh për çdo kohë të ditës, sidoqoftë kur bëhet fjalë për gjumin. Çaji jeshil me dekafeinat është alternativa juaj më e mirë. Ai përmban teanin, e cila promovon relaksim dhe lehtësim të stresit fizik duke ju ndihmuar ju që të keni një gjumë të qetë gjatë natës. Shumë është bajame. Bajamet janë të ngarkuara me gjithçka që trupi ka nevojë për të marrë një gjumë të thellë. E pasur me magnez, qumshti i bajames ka provuar të jetë shumë efektiv kur bëhet fjalë për promovimin e gjumit për shkak të efektivitetit të këtij minerali. Si qumshti i lopës, qumshti i bajames ka triptofan dhe falë kësaj trupi mundet të prodhojë melatonin. Ky hormon gjithashtu është thelbësor edhe për të rregulluar oraret e gjumit dhe kjo është arsyeja pse shumë njerëz me pagjumësi kronike priren që të marrin shtesa të melatoninës për të fjetur siç duhet. Çaj kamomili. Për një efekt të zbutës në trup, për relaksim dhe gjithashtu për qetësimin e mendjes, ne ju sugjerojmë që të pini çaj kamomili. Zakonisht rekomandohet për dhimbje stomaku pasi mund të ndihmojë tretjen dhe lehtësimin e tensioneve të brendshme. Sidoqoftë, kamomili ka provuar që të jetë shumë efektiv në zvogëlimin e simptomave të stresit, siç janë pagjumësia dhe ankthi. Ndërkohë, nga ana tjetër, kujdesuni që të konsumoni edhe ujë. Pija e parë në fakt disponueshme për të gjithë është padyshim uji. Shumë njerëz mbajnë një shishe me ujë pranë shtratit të tyre dhe kjo nuk është pa arsye. Uji nuk ka sheqer, shuan etjen dhe njëkohësisht nuk përmban kalori. Rekomandohet që të konsumoni më shumë gjatë ditës në mënyrë që të mos zgjoheni duke shkuar në tualet në mbrëmje. Ndërkohë, mund të konsumoni çaj bimor. Çaji bimor përpara gjumit ka një efekt tepër qetësues në trupin tuaj. Veçanërisht rekomandohet çaji i borzilokut, i cili ul nivelin e hormonit të stresit, kortizolit. Kamomili, çaji valerian dhe nenexhiku janë të përshtatshëm për një gjumë të qetë, relaksim dhe lehtësim të stresit. Qumshti. Qumshti ngrohtë para gjumit është jashtëzakonisht efektiv, edhe pse kjo nuk është një pije e preferuar për shumë njerëz. Për të ulur shijen e laktozës, mund të përzini në të një lugë çaj mjalt, karafil, kanellë ose shafran të Indis, i cili ka gjithashtu një efekt antiinflamator. Lëng qershie. Lëngu i qershisë pa sheqer ndihmon njerëzit të cilët vuajnë nga pagjumësia. Një studim i kryer me gra 50 vjeçare tregoi se ato të cilat pinin lëng qershie 2 herë në ditë arrinin të flinin 84 minuta më shumë se ata që nuk pinin. Qershit janë të pasura me përbërës të cilët lidhen me një gjumë tepër të shëndetshëm. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!